parë në spitalin rajonal të Ferizajt, djeja mbërë mëse 4 ndërhyrje me laparoskop. Ato u bën nga mjekët të këtij spitali në bashkëpunim me mjek turq, derisa përfunduan me sukses. Në kuadër të zbatimit të urdhëresave të gjykatës themelore gjatë kësaj jave, policia rajonale e Ferizajt ka arrestuar 165 persona. Qerdhja Ardhmëria Jonë Ferizaj akoma përballet me mungesë të hapësirës. Drejtues të qerdhës shpresojnë se institucionet nuk do ta lënë veç në letër projektin për ndërtim të objektit të ri të qerdhës. Ekipi monitorues i forcave të KFOR-it amerikan në shtim është zëvendësuar me KFOR-in turk. Drejtues të komunës e falendruan për bashkëpunim me ekipin në largim, e mirëpritën ekipin në ardhje. Në spitalin rajonal të Ferizaj, djeja mbërë për herë të parë më se 4 ndërhyrje me laparoskop. Pacientët në fjalë janë operuar në fshikëzën e tëmthit, roli së cilës bën tretjen e ndyrnave, duke filluar që nga zora 12 gishtore e tutje. Drejtori i Spitalit Rajonal të Ferizajt, Gëzim Bajrami, tha se operimet në fjalë u kryen nga mjekët të Spitalit të Ferizajt në bashkëpunim me mjekët të specializuar të Turqisë. Në holecist, do më thonë në gorë të fshikës të tëmthit, me qenë se me laparoskop bënë dhe intervenime tjera si appendiksi, si tumor të ndryshëm. Por kryesisht sot do t'jenë pacient me holecist, do më thonë me problemet të fshikës të tëmthit. Madje, aplikimin e këtyre metodave mjekësore do ta mundsoj të shëtutje funksionalizimi i laparoskopit në Spitalin Rajonal të Ferizajt. Si mjet, ky është i prur që shtojnë para 8 vite, po nuk është funksionalizu me qenë se kanë mungu disa pjesë, ndërsa në këtë vetë na veç e kemi funksionalizu, do me thonë, kemi plëcu me pjesë që ka pasë mungesë, edhe të shëtutje do të kemi intervenime, do me thonë, me laparoskop, që do t'jenë intervenime më kvalitative edhe thjesht do t'jenë më të suksesshme. Drejtues të Spitalit Rajonal të Ferizajt njëherë është vlerësuan lartë bashkëpunimin me stafin shëndetësor të Turqisë. Bashkëpunim që e ka Ministria e Shëndetësisë me stafin shëndetësor të Turqisë, ka orë një ekip specializuar që kryesisht mirët me intervenime laparoskopike, këtu në Kosovë, kur një për qytetet zgjidhura është edhe qyteti jonë, me qenë se ne kemi pasë 2 mjek specialist kirurg dhe një teknik në avancim profesional, si që thojnë 40 ditë. Kryesisht ka pas të bojme me laparoskopi, do më thonë me intervenimet me laparoskop. Ashtu që këto brenda 40 dite kanë fituat nevojnë e vetë profesionale, edhe sot kanë ardhur në farë mënyre edhe me demonstru metodat e punës të tyre, edhe një farë ndihme, një farë përkraje moralit në bojnë dhe neve. U mësua se gjendja shëndetësore pacientëve që djeju nënshtruan operacioneve të kolecistës me anë të laparoskopit është e mirë. Në kuadër të zbatimit të urdhëresave të gjykatës themelore gjatë kësaj jave, njësitet policore të stacioneve në kuadër të Drejtorisë Rajonale të Ferizajt kanë arrestuar 165 persona të dënuar nga gjykatat kompetente për vepra të ndryshme penale dhe kundërvajtëse, të cilët kanë qenë të dënuar, por që janë shmangur mbajtjes së dënimit. Pas kompletimit të dokumentacionit nga ana e gjykatës, 17 persona, cilët ishin në kërkim dhe ndaj cilëve ka pasur aktvendime të plotfuqishme në kohë zgjatje prej 1 muaji deri në 5 vjet, janë dërguar në vuajtje të dënimit, ndërsa 148 të tjerët pas pagesës së kryer janë liruar. Policia apelon ndërkohë tek qytetarët të cilët kanë pranuar vendime ekzekutive nga gjykata që në afat sa më të shkurtër të shlyejnë obligimet e tyre. Qerdhja e qytetit Ardhmëria Jonë në Ferizaj përballet me probleme të shumta. Sipas drejtoreshës së kësaj qerdhe, objekti brenda së cilës ndodhet qerdhja është shumë i vjetër dhe nuk plotëson kushtet që nevojiten për një fëmijë. I vetmi ngushëllim për këta fëmijë mbetet ambienti i ngrohtë brenda këtij kopshti. Qerdhja i Jonë, Ardhmëria Jonë në Ferizaj është e vetmja qerdhe që është plotësisht publike. Dhe unë kisha thonë i vetë një problem që neve nga preokupon se institucion është objekti, që është objekti. Kur di që që kuj objekt i ka mbi 40 vjetë që është ndërtu, dhe dikon në vitet 70-ta,
është shumë në përdorim, atëherë është një çështje që na mundon shumë. Drejtoresha e kësaj qerdhe tha se kërkesat e prindërve për të regjistruar fëmijët në këtë institucion janë shumë të mëdha, mirë po hapësira e objektit është shumë e vogël dhe nuk mund t'i përballojë gjithë ato kërkesa. Përvoja e edukatorëve dhe stafit që ne përmban këtë institucion, normalisht dëshira e një pjesë shumë të madhe prindërve janë që fëmijët e tyre të kanë këtu. Mirë po, hapësira është shumë e vogël me përballu gjithë ato kërkesa. Udhëheqësja e kësaj qerdhe Vjolca Hamdiu tha se është bërë kërkesë për të renovuar këtë objekt, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur asnjëherë deri më tani, pasi që komuna e Ferizajt në bashkëpunim me Agjencionin Evropian kishin parapar një projekt për ndërtimin e objektit të ri të qerdhës, por siç tha ajo, buxheti pamjaftueshëm ka bërë që një projekt i tillë të mos realizohet. Kam bën kërkesë më renovu, se në kuadër qerdhës tonë janë dy objekte, do thotë këtu ku jemi ne dhe një te bebat. Mirë po, pjesën atje të bebat e kemi renovu. Do më ndikon, mbi 20.000 euro kemi fut aty, ku e renovu me dhoma, me koridore, me banje, ndërgullu të reja, me krejt. Mirë po, edhe këtu këm po kërkesë, përgjigja e kryetarit, do më thonë, Tagim Aliut ka qenë jo se do të rënohet e gjitha. As një cent nëse fut aty. Rënohet dhe ndërtohet njeri. Nuk më kanë lanë, do të se jo që s'kemi pas mjete, jo që s'kan pas, që s'kan dashur në shumë mjete, ose për x arsye, mirë po, çështja ka qenë dëshira aty një dhe jonja që të rënohet se çdo gjë ka skadu. Kjo nuk është objekt, është montazh. Është montazh dhe i ka skadu gjitha afatët. Aktualisht qerdhja e qytetit Ardhmëria Jon numëron 230 fëmijë. Kryetari i komunës së Shtimës Naim Ismaili ka pritur në takim ekipet e LMT-s të KFOR-it, ato të KFOR-it amerikan në largim dhe ato të KFOR-it turk, i cili ka zëvendësuar ekipin e deritanishëm të KFOR-it në komunën e Shtimës. Me këtë rast, kryetari ka falenderuar ekipin monitorues të KFOR-it amerikan, duke i shprehur mirënjohje për bashkëpunimin e deritanishëm dhe duke vlerësuar si mision i cili ka qenë i suksesshëm dhe në interes edhe të qytetarëve të komunës së Shtimës. Për mua është nder që ju takoj bashkë të dy ekipet, ka thënë kryetari, duke shtuar se edhe ashtu si deri më tani do të vazhdojnë të bashkëpunojnë edhe me ekipin e KFOR-it turk, i cili ka të njëjtin mision. Në shenjë bashkëpunimi të mirë, kryetari ka nderuar përfaqësuesit e ekipit monitorues të KFOR-it amerikan me emblemën e komunës së Shtimës, ndërsa nga ky ekip ka marrë certifikatën dhe emblemën e KFOR-it. Tani e tutje ekipin monitorues të forcave të LMT-s së KFOR-it në komunën e Shtimës do ta udhëheqin kapiteni Hakan Karakuzem dhe lejtnant Ibrahim Halil nga KFOR-i turk.